Ata knoqen, tha, se vinë tu. Po, me si kanë lejën, rritet jenë shkollë, tha, a ti pido ko si vend linje. Tash me tarë, tha, një dhonër, tha, le ta pi një kafe, shala qohët. Tash, vendit ma e mirë s'ka. Ti fëmini ki jashtë, gjysa. Po, jo. Tash u po liberalizimi i vizave, edhe protëri tjerë po dojnë me shku jashtë. Po. Apo të dhimet që po dojnë me shku jashtë. Po dhoj, mirë s'është, po tash ako me thonë, mësë që thëmija mi 6-7 jenë për jashtë. Edhe me këthyjë, tash edhe kanë bukushtë të mira. Tash, vendit ma e mirë s'ka, se unë edhe unë kom punu për jashtë pak, kom punu në Francë. Edhe, si vendit që kërkom. Po ata si lindin e tjerë do këtë që edhe vendi vetë aty në. Se këta jo, po mirë po, me këtu unë, pak kush po më dhe më kushtë se kërë tash. Tash qikat e mija, kanë shku në Dubai, kanë shku në Spanjë, kanë shku në Turqi, kanë shku në Tanamet, ku në më të shtenë për shemë. Me pak kanë shku në Shqipni, në plesë kemë shku në Dejë, me që të 2 vjetë tash, shme ujnë më bosha në Shqipni, kemë shku dhe në Lëqin. Por po ka ma shumë, a ki, për ngrejnë tash këto puna si edhe sigurim së ka. A mani me që kanë u këthy në erë? Pa i vallaj tonë mendojnë ta, shkanë të najtë për shemë, si në shku për këtë ujtë, knajsi e din kur vinë që tash o koni qikë këtu, ka najtë, bërë së të foli, shkoj atje, sa najtë 2 javë, shkon për Zëren, shkon Jakov, këtu heja ma lirë, ma honë në qytet, për shemë, si gazi me gjemonije, atje kushton 3-4 euro, ma honë 2 vetë, e këtu hanë me 5-6 euro, hanë normalisht për shemë. E po kanë qef ku po vinë këtu, kanë qef i do këtë tonë. E veta një unë një dhondër, erdhe në mund, tash e ka i klëgjajt, e unë ka tonë, ka ble banesën atje në pje, në murë një 2 pleqë, pra 2 vjetë. E për i thamë Rustem, thash, i kështë 2 gjallë qikë, majtë rritën. Thash, po më do kënë si jenë të knaqën këtu, thash, e një që i një lejë një rritë, që ka jemë edhe e dhondëri. Thash, e di si di një knaqësi, po edhe këta po më do kënë e të knaqën, të jam. E ma loha, ata knaqën, tha, se vinë tu, po me si kanë lejën rritët jenë shkollë, tha, a ti për i do këtë si vend linjeve, thash atjetësh. Dhe më honë, po asimilohen. Që aty ma keqë si po asimilohen. Kuraja pare, 2 sanë, për bojnë fëmi për Evropë. Për çka të merr malli mas shumë ti për këtë herë? Ba, dojnë, s'po di shka me caktua. Nuk po di. Veç që konë. A për kohën që shu kona, për dashni që keni pas me zvetja, për mysafir që kanë orë ma shpesha? Për puna që himja, dalen, dashnia, o konë ma ma se sëtë. Si me këshillak, si tha, njësë qitë ke, se hanën Gjakobot, pa ardhë, Mustafir, edhe për interesat vetat vishin, po vishin dhe kështu, edhe shkëshin kujshin për veti, shkëshin për kujshin rrisha, kur kështë kryu, theshin do si ishtë ma pjesë une, hajde për rrimë, ta është s'ki ku shkanë të kunë, që në punë, njën me të matri, njën me të vëgjel, e atër koni farë harmonie ma në këshin. Në pos mundësi, ti diçka me pru diçka për këtë në hershët, me bosët, qa kështë pru? Na i zakëna, na i adeta? Madhoj, nuk po di shka më thonë, të ashtë... Me ndru ti diçka, shambull që të pengon ty që është tash, e kështë po qef me përmirësu, qka kështë përmirësu? Madhoj, s'di shka më thonë, të ashtë mi përmirësu që të kushtet e konë ma të shtira, se sëtë kushtet 100%. Dashnia, për shumë, në madhë. Pa dashnia po. Kom, shkojshim të një mik, ose vike kom, e shkojshim dashnia, se nelke i not 2-3 net më najtë. Tash e po ta një farë miki, këtu për i ka i gohë në gjemonia. Tash me tarë, tha një dhonër, thët, dhe ta pi një kafe, shala qohë, tash shkojnë, të për i ka i gohë. Atër, unë shkojsh atë dojtë e mi, kom ljarë të klina, në gërbonis të tjërët një katon. Si ri atër, shkojshim me më shefshin pucat, me vesh shefshin, i këshim apon atër, s'këshim puca. Me më shefshin, më najtë aty edhe një 4-5 ditë më zërtë. O, më të shumënim se biskosin të shpija prind, se këshim gjone, këshim ato, jo rrë. E ta është i ka ndryshu sendet.
Aj, kom pas 27 vjetë kom pas. Që ishte puna me shku në Francë? Pse shku? Po, erdhën këtu byrova e Gjakovës, e thanë po lipin njerë me shku në Francë. Unë e bërë shkoa më nuk ishin Malzi. Tha hajtë do punë pak, se pa ta punu herë në rënje, ka pa ta lëshua, kishim bujësi, kishim se tona, edhe atër kur tha nesa vina petë. Edhe shku u bon afër 200 vjetë. U koni vësha i dajet ishë në të në të vakt aty, Gjakovë i Beros. Edhe na morë me em, na shku mu bon 200 në kusur vetë në Gjakovë. Edhe ishin arë francezi aty, një për i Beogradit, edhe na thjeshin me emën, që shimë me emën aty. Edhe na qitëshin tavalinë që kur qëta, tavalinë në kështë për parën, dhe ke për 3 minuta, 10 tega ke po, nështë i të vaga, se ke po ati vaga që i kanë të tegat me matë. Dë voglet të maja, din. Edhe ti shpras ke 10 tega aty, edhe ta qitë ke ato që kash, ta qitë ke, dhe ke bjoha e vend në dzesëllës me shti në vend vetin. Edhe, a e të do këtë që shtu, po nuk heke, se ish me milimetre, nuk heke. A i të vogël, më ka një muha dhe pak a i shefi, që ata të fole e franqezi ma të të Beograd, tha, mesër në qëp i duar dhe i të këtë gjonë me edhe një vetë. Unë rap, fup, truk, a bëj kësa hati tik, më do kësi u bo në gjysore, se kërësit kësa hati tak. Ku puna më dalë, tha të baca shajri jeti, tha radi gjo, hajta tha se mirje, dole. Atë kur dullën, tjerë vi shtera në emna, 16 vjetë. A mërzit vetin që tu dash me lonë venet tani me të Francë? Jo, Allah së në po ta që më dalë për jashtë tjerë, me po, botë me po. Kur shkove në Francë, për shumë për një venit ardhme në Kosovë, që nashta se gona së rrugë të shumë në asfaltë, ja kejtë dhe tim ndryshe, që shtu të dë kur shkove? Pa, më dëkë që thujnë parajstër. Këtë në asishin kur, asishin rrugës, ku jem shkua, s'kem pas rrëjma, s'kem pas teknologi kur gjonë, atje kajtë rrugë të shtrume, kajtë ashtu di shka me thonë. Qëka të armas shumë të shumë? Aja fabrika se po komponu në Peugeot, i ka pas 40.000 punëtorë. 200, ase dejnë 2.000 vetura në ditë, shkruj i gazete si dalin. Se hypshim një kodre, këqëshim balë, u mojshën trenat, që ka i qëshin për Azije, për Afrike, për Sishne. Qa të ka duk mas interesanti kur ke pa në Francë? Pa, vallaj, më ka interesu mas interesanti si zhvillimi madh atje, të është të më të kalëzu. Sa vjetë ke punu? Punova 3 vjetë, edhe u martova. Atër që atje lipa banesa, dhe pa u martu, se kësha njët me marrë, unë të shumë në shka, martohë, kjo ishë harë për shpis vetë martu këtu, a nuk ishë koptim atë e punë. Po aty ishë rabika madha, ishë një kështë qezë e vogël ishë, për asishne. Lipa ka mos, manesë së mëshë më gjetë. Më gjetë një dhomë shërroga nuk dilke qashë fort. Edhe nisa e marë qashtu, i më tha njoni, si lërë këta bire kishë grunë një herë, bon në hella në kënej, e kishim agjen, a i s'kishë thmi, e këmë të quë dhe haqin qabë, e rrasë për këto ishim me dinë. Aja, nisi të kajta, më se mërgë unë për i zemë, se martu më dinë, janë të rapasoshë. Qashtu më shela asit për më shku dykon këtë me asishne, u për i zetë, zotë, nej. Kushta e kaj ke mëse në gjusën? Agja, që konë s'ka pas të minjaj, se baba në ka pa dekeri. Për i zetë, zotë, kaj, viva, hajte, lashtë është përshkoj ma ljetët, najtë edhe 5 mujtë ditë, po, s'është mund panesa për kënë aty. I shtirë, me shku dhe shpeshtë një katon 20-30 kilometra. Vëllaj të rekom mra pishmon bëllë, po tash nuk jem pishmon. Se kem hek kesh një kohë, po në fund në dul ma mirë. Se ku më ditë mja ishin rrit, ishin me të hujta në këtë në vaki, kem hek ma kesh. Këta i kam me t'i gjamë shumë, po edhe mjetë u rritën u martull mirë janë tonë, një farë idare kemi. A më shemi u që pare të shpis këto me gjallënu? Po, qëshjo. Tash për në goj ka herë, teve duka gjinin, e dollën do plesh në rëzdia, këshyrë të ajo, u hupë Rahmeti, u hupë, Marja, u hupë kjo, tash pak kushe do një onën e babën, del një plakët dhe të qështu. E tash ti, kam bo ndryshime tash ti. Se ka ndryshu për shembull dashnia, mirë ka thonë ai bloka, as babën e nonën fëmijas me dojnë, për çka? Çka ka ndodhur? Qa po ta me ne? Pa vëlloj. Piqojnë të në pleqë, për shembull.
E që e besan të më plegje. E ku pas një Rusë atje. E ku pas kërshi për kënë Ukrajinës, po atër gjekë Rusia besh. E kishim muhabet me ta kur ishim kohën e pushimit, e vetë ke konkurin i ka nëzë që jemi një popull shqiptar, Kosovë, ishtë Jugoslavia, ta ishtë Tita, ishtë sanë, e mu isha me spjegu, e që që një metë, i interesoj ka ti shumë, isha i maj vjetër, a i dike ka pak serbisht, të kur pe ti ju mësova frangjishën, se si ka kohë mësu frangjishën, se kur shkështë e kështë masinën tonë, ti dush me kry që tonë, për shumë e kështë një punën tonë, kur në që që kemë pas shqiptarë shumë atje, rrëshim bashk e pak, po aj, unë e shkrysha këtu, Shqip, aj ma ka të zeke frangjisht, e ku pa mësu shumë njërë frangjistën. Qa të kur që bibika i shefi, ne jam 3, mi përkry pak unë atin, që pa të mësu mirë. Po jemi një popull, qështu jemi në Kosovë, po jemi jetë në Serbije, në kanë datë copa, atër interesek atje, pa ato kohë, e shë. A ke pasë në mësu frangjishtën? Frangjishtën, e ke pasë në mësu, a? Po dhe ku ma mësu bukur mirë, por shpejt se dhe të kisha kontakt fort me ta, po isha interesu me mësu, kisha që me mësu. Po, atër më vetë ka i që kënja djetet, të din, i se shë në rrimë me babë, me none, me sena, në këne qështu, me përndë me gjallar, i vi kësejt, i kë qysh, i kë, nuk banë të kë, kur të martohet djallit, dhe të më dalë shpejt vetën. Ti shka thoi që kur të i ka jashtë? Po na, thësha, kema detë qështu, thësha, vishë fort më konë që rrimë me prindë, me sejshne, rrimë me vlasnije, u që ditë ke, u fësaj ke, se kajtë Evropa qashtu, kur të martohet djallit, të helë në shpejt vetën. Çfarë këshille ja kështë anon këtë trive dhe treja? Po e vallaj, trive e treja është mirë, mi respektu prindë mas pari, mi respektu të vjetrit, mi respektu gjithë konë, me së bo gjonat këshia, që është ka nëllë, dje par dje. Po dhe jev, me të thërë zemë, se tonë kemë fëmijë, tonë kemë asishën, prindi duhet me eduku fëmijën, me së më shku rrugë s'keqe, me së bo së senësh. E ka më bërë qashtot ashtë, shko di, tash disa kur bohën, pe bohën të zhute vetë, nështë se vetë,